Përshëndetje të gjithëve. Atëherë mirë se vini në kanalin Astro Tarot. Sot do flasim në lidhje me hënën e re që është në datën 25 dhe është në shenjën e Gafores. Ne do shohim se çfarë ndikime do ketë kjo hënë e re te të gjitha shenjat e horoskopit. Gjithsesi, në fillim do flasim për hënën e re. Hëna e re është në shenjën e Gafores. Shenja e Gafores është një shenjë uji. Është një shenjë shumë intensive, shumë emocionale, sepse sundohet nga hëna. Kështu që do ketë dhe momente që do jenë emocionale, por dhe shumë intensive gjatë kësaj hëne të re. Me këtë hënë të re do mësojmë të jemi më të sinqert me ndjenjat tona, do t'i shprehim ato me empati, intuita do jetë shumë e fortë gjatë kësaj hëne të re. Por gjithsesi ekzistojnë dhe mundësi që të ndiheni dhe shumë nostalgjik me momente nga e kaluara juaj. Me njerëz, me situata, ose mund të ndiheni edhe të bllokuar, duke dëshiruar atë lirinë, thjeshtësinë, sigurinë tuaj dhe të fëmijëve tuaj ose fëmijërinë tuaj. Gjithsesi do kërkojmë mbështetje intensive nga prindrit tanë ose ata që janë më afër nesh, por do kthehemi te familja, te rrënjët tona dhe do mbështetemi intensivisht në lidhje me këtë gjë. Gjithsesi, kjo hënë e re në Gafore është ideale për të treguar dashurinë tonë ndaj fëmijëve, ndaj njerëzve që janë emocionalisht të prekshëm ose që ndihen të vetmuar. Dhe është një hënë e re që do përpiqeni të shëroni ato plagët dhe pakënaqësitë e së kaluarës ose të vjetra që ju mund të keni. Emocionet gjatë kësaj hëne të re do jenë shumë frymëzuese, do keni një motivim të lartë për të gjetur lumturinë në lidhje me gjithçka. Por gjithsesi, Gafores nuk i pëlqen të marrë rreziqe, të dalë nga zona e rehatisë, dhe kjo do kërkojë mbështetje nga të tjerët ose të përballeni me veten në lidhje me çdo frikë që keni fituar deri në këto momente. Gjithsesi, është një hënë e re që do ketë një lidhje shumë të fortë gjatë kësaj hëne të re. Ndodh edhe lidhja me Jupiterin. Jupiteri është planeti i fatit, i cili është i lartësuar gjatë kësaj hëne të re, kështu që Jupiteri do sjellë rritje, do sjellë shpresë, do sjellë mundësi. Dhe prania e tij në shenjën e Gafores është në një nivel zgjerimi. Dhe fati gjatë kësaj hëne të re. Gjithsesi, është shumë prej nesh mund të ndjen të gatshëm të fillojnë diçka të re, sepse gjithmonë mbyllen gjëra nga e kaluara dhe hëna e re sjell fillime të reja. Dhe kjo hënë e re do sjellë fillime të reja, diçka të re, një ndryshim, do t'ju ndihmoj për të shpëtuar nga rutina e përditshme dhe do ndiheni më të emocionuar. Është një hënë e re ku do sjellë emocione intensive, do jeni shumë të apasionuar gjatë kësaj periudhe, gjithsesi më fuqishëm do ndikoj te 4 shenjat të horoskopit. Dhe shenjat që do ndikoj janë shenja e Gafores, është shenja e Dashit, shenja e Peshores dhe është edhe shenja e Briciapit, që do kenë ato ndikimet më të forta gjatë kësaj periudhe. Dhe do shohim me gjitha shenjat me radhë. Mos harroni, shtypni butonin like, bëni subscribe për të marrë sa më shumë video nga ky kanal. Dhe të gjithë ata që janë të interesuar për lexime private mund të kontaktojnë në adresën e emailit. Ju mund të dëgjoni dhe shenjën tuaj ascendente. Atëherë fillojmë me shenjën e parë, që është shenja e Dashit. Atëherë te shenja e Dashit, që do ketë ato ndikimet e veta, do ketë ndikime dhe ndikimet që do ketë shenja e Dashit do jenë në lidhje me shtëpinë, me familjen, me pasuritë e patundshme, të kaluarën, psikologjinë tuaj, karrierën tuaj, emocionet tuaja. Gjithsesi ka ndikime më të forta te ju. Por gjithsesi do ndikojë dhe në lidhje me fillime të reja. Dhe këtu flasim fillime të reja në lidhje me gjithçka.
Atëhere, shohim energjinë dhe kartat nuk presim. Dhe unë shoh një fillim të ri, shoh një dashuri e re. Ju do keni një komunikim nëpërmjet rrjeteve sociale, nëpërmjet internetit me një person, do dëshironi t'i jepni drejtim. Vazhdojmë me shenjën e dashit dhe ju shoh që do jeni shumë emocional gjatë kësaj periudhe. Do keni një lidhje shumë të fortë me rrjetet sociale, mund të keni një fillim të ri nëpërmjet rrjeteve sociale, një njohje e re. Ndërkohë, lajmet mira shoh udhëtime, por ju do t'i jepni drejtim situatave të ndryshme. Ju shoh sepse jemi te energjia e gafores dhe pikërisht e hëna e re këtu. Ju do t'i jepni drejtim emocioneve tuaja, familjes tuaj, ju shoh shtëpisë, gjithçka që ka lidhje me shtëpinë, ndoshta edhe me pronat tuaja ose diçka tjetër, por shoh që do keni dhe lajme të mira. Ju shoh që do lëvizni shumë shpejt, do veproni shpejt. Dhe do keni edhe fillime të reja nëpërmjet, mund të jetë një punë e re nëpërmjet internetit, në rastin tjetër ju mund të aplikoni me emaile për një vend pune ose për të shkuar diku, për të bërë një fillim të ri. Gjithsesi, është një energji fantastike dhe kalojmë nga hëna e plot te hëna e re që është në qendër të kësaj energjie. Dhe keni të bëni me energji të shenjave të ujit, energjinë e shenjës së gafores dhe energji të shenjave të zjarit. Lajmet mira, fillimet reja, do lëvizni shpejt, do veproni shpejt, si në lidhje me emocionet, në lidhje me shtëpinë, me familjen, por dhe gjithçka tjetër. Atëherë kjo ishte për ju përshëndes të gjithëve, mos harroni shtypni butonin like, bëni subscribe në këtë kanal. Përshëndetje gjithë ju të shenjës së demit. Atëherë do shohim se si do ndikoj kjo hënë e re edhe për shenjën tuaj. Mos harroni shtypni butonin like, bëni subscribe për të marrë sa më shumë video nga ky kanal. Dhe të gjithë ata që janë të interesuar për lexime private mund të kontaktojnë në adresën e emailit. Dhe shohim energjinë që vjen nga kjo hënë e re. Ju mund të ndiqni dhe shenjën tuaj ascendente. Ose të shikoni ku keni hënën. Gjithsesi, ju shoh fati do t'ju ndihmoj. Ju do t'i çoni gjërat para. Thjesht gjatë kësaj hëne të re duhet keni kujdes se mund të tregoni pak të nxituar në lidhje me fjalët që do thoni, ose në lidhje me një udhtim për një pjesë prej jush. Mund të jetë një person përballë jush që do tregohet pak i nxituar në lidhje me diçka që ju me një fillim të ri që doni ta çoni para. Dhe ju shoh që jeni duke menduar shumë seriozisht në lidhje me anën tuaj ekonomike gjatë kësaj hëne të re. Në lidhje me shtëpinë, me investime të ndryshme që dëshironi të bëni, investimet e fëmijët tuaj, por gjithsesi fati ju ndihmon. Fati do t'ju ndihmoj në lidhje me çfarë do lloj situate që do keni gjatë kësaj hëne të re. Thjesht tregoni të kujdesshëm me fjalët që do përdorni ose duhet keni kujdes nga një person përballë jush. Atëherë kjo ishte për ju përshëndes të gjithëve, mos harroni shtypni butonin like, bëni subscribe në këtë kanal. Përshëndetje gjithë ju të shenjës së binjakëve. Atëherë do shohim çfarë ndikimi do ketë kjo hënë e re edhe për shenjën tuaj. Mos harroni shtypni butonin like, bëni subscribe për të marrë sa më shumë video nga ky kanal. Dhe të gjithë ata që janë të interesuar për lexime private mund të kontaktojnë në adresën e emailit. Dhe shohim energjinë. Dhe ju keni të bëni me energjinë e shenjës së demit, energjia e shenjës së gafores, që është dhe hëna në shenjën e gafores, dhe kemi të bëjmë me energji të shenjave të zjarit. Gjithsesi, ju shoh që do mbylleni pak në veten tuaj gjatë kësaj periudhe, mund të jeni gjatë kësaj hëne të re, mund të jeni duke menduar për t'i dhënë drejtim gjërave, sepse ju shoh që mund të keni pasiguri, mund të keni frikra emocionale, ndoshta me një fillim të ri. Ju dëshironi të hyni në një njohje dhe kjo ndiheni pak të pasigurt, nëse doni të hyni ose jo. Dhe ju shoh që mund të ketë edhe shumë konkurrencë. Dhe kjo konkurrencë, se e shoh këtu është një proces sonor, mund të ketë filluar gati një muaj para, ose ju mund të jeni dhe në konflikt me veten për të bërë fillime të reja, ose në lidhje me shtëpinë, në lidhje me familje, në lidhje me
me punën tuaj ose diçka tjetër, por gjithsesi duhet keni kujdes se mund të keni dhe prapaskena nga persona që mund t'i keni afër, që shfaqen pozitiv, por janë persona që mendojnë dhe veprojnë komplet ndryshe, ndoshta bëjnë prapaskena mbas shpinës tuaj. Gjithsesi është një energji ku ju mund të keni dhe një lloj konkurrence te vendi punës. Ndoshta në këtë konkurrencë që do ketë mund të keni dhe persona që mund të punojnë mbas shpinës tuaj. Nuk e di, duhet keni kujdes gjatë kësaj hëne të re, sepse kjo energji erdhi. Dhe duhet të dilni nga pasigurit, sepse ju shoh jeni brenda energjisë së hënës dhe do keni disa pasiguri ose paqartësi, gjëra që ju nuk i shikoni qartë gjatë kësaj hëne të re. Dhe kjo do t'ju bëjë që ju të mbylleni brenda vetes për të menduar si të jepni drejtim. Atëherë kjo ishte për ju përshëndes të gjithëve, mos harroni shtypni butonin like, bëni subscribe në këtë kanal. Përshëndetje gjithë ju të shenjës së Gafores. Atëherë do shohim si do ndikoj kjo hënë e re dhe në shenjën tuaj, sepse është në shenjën tuaj, por ka lidhje dhe me Jupiterin, tham. Gjithsesi është do jetë një augur pozitiv në lidhje me ju, me jetën tuaj, ju do jeni më të disiplinuar, më realist në lidhje me situata të ndryshme që keni, por sepse kemi dhe Saturn aty që ndërpret pak energjinë pozitive dhe ju kërkon që të jeni më të qëndrueshëm gjatë kësaj hëne të re. Hëna e re gjithsesi ju thret që ju të bëni fillime të reja dhe mund të jetë fillimi një dashurie të re, fillimi një pune të re, ose dhe të mbyllni situata të vështira që mund të keni kaluar dhe do t'ju ndihmoj për të forcuar kjo hënë e re, edhe ato ndoshta për të kuptuar dhe gabimet, por dhe për të dhënë forcën për të mbyllur disa llogari të hapura që keni kuptuar se keni bërë gabime. Gjithsesi është një hënë e re ku ju do të shironi që të planifikoni diçka dhe të jeni versioni më i mirë i vetes tuaj dhe në jetën tuaj, dhe kështu që ju do merreni dhe me studime, me trajnime pas universitare, me seminare, me udhëtime. Është mundësia juaj që mund të keni një faqe interneti online, për shembull, ose ju mund të keni qëllime dhe dëshira personale për të marrë iniciativa, që të marrin zhvillime në të ardhmen tuaj. Kështu që keni mundësitë për zhvillime të shumta në lidhje me fillimet e reja që ju do bëni. Dhe shohim energjinë se çfarë na thot taroti në lidhje me ju. Këtu keni të bëni me energjitë shenjave të zjarit, energjitë shenjave të ujit, që jeni dhe ju vetë, dhe energjitë shenjës së bricjapit. Atëre, ju shoh që do tregojeni, do jeni në udhëtime me shumë pasion, ju shoh. Në lidhje me fillimet e reja që dëshironi të bëni, ju shoh të vendosur me kontrata të rëndësishme dhe jeni duke ëndërruar. Një pjesë prej jush mund të jeni duke ndëruar rreth një dashurie. Sepse shoh që keni shumë oferta, po ju jeni të përqendruar vetëm te një person. Nuk e di, por ndoshta keni kaluar disa situata të vështira, tension, situata toksike, mund të keni qenë të rrethuar edhe nga persona toksik, ose mund të keni pas tensione në familje, në shtëpi, në shoqëri, nuk e di, mund të merrni situatat nga më të ndryshme. Gjithsesi kemi Saturnin këtu që ju ndoshta keni marrë ato, do vendosni një rregull në jetën tuaj, sepse Saturni je vështirësi që të marrë mësime për të bërë versioni më i mirë i vetes tuaj, edhe për jetën tuaj. Gjithsesi ju shoh në udhëtime, ju shoh shumë entuziast në lidhje me udhëtime, do keni oferta pune, oferta dashurie, por ju jeni shumë të pasionuar dhe të përqendruar vetëm në një ofertë, dhe ju shoh që ju do përmirësoni situata të vështira ose që kanë ndodhur në të kaluarën, ose gabime që mund të keni bërë në të kaluarën tuaj. Atëherë kjo ishte për ju përshëndes të gjithëve, mos harroni shtypni butonin like, bëni subscribe. Përshëndetje gjithë ju të shenjës së Luanit. Atëherë do shohim se çfarë ndikimi ka kjo hënë e re edhe për shenjën tuaj.
Mos harroni shtypni butonin like, bëni subscribe për të marrë sa më shumë video nga ky kanal. Dhe të gjithë ata që janë të interesuar për lexime private mund të kontaktojnë në adresën e emailit. Ju mund të ndiqni dhe shenjën tuaj ascendente. Dhe jemi me hënën e re në 2 letra këtu. Ju shoh që ju nuk jepni dot zgjedhje një situate, një fillim të ri. Ju dëshironi të bëni një fillim në dashuri dhe sikur nuk jepni dot zgjedhje. Arsyeja është sepse doni të mbroni zemrën tuaj, ju shoh. Do keni ju shoh që doni të bëni fillime të reja dhe në lidhje me shtëpinë, ndoshta me familjen tuaj, të organizoni diçka ose të jeni shumë më të pranishëm në familjen tuaj. Disa prej jush mund të dëshironi të bëni një blerje, mund të jetë blerje shtëpie, blerje makine, një zhvendosje nga një shtëpi në shtëpinë tjetër, sepse ose një investim te fëmijët tuaj. Dhe ju shoh që do jeni me sëndrave dhe iluzioneve. Por ndërkohë mund të tregojnë dhe pak nostalgjik në lidhje me të kaluarën, me fëmijërinë tuaj. Gjithsesi, shoh që ndiheni në pak konfuz në lidhje me fillimet e reja dhe mund të jetë fillimi një dashurie të re, fillimi një pune të re. Keni ëndra dhe iluzione, keni shumë oferta, ju shoh gjatë kësaj ane të re, thjesht mos qëndroni në dilema, mos qëndroni kaq konfuz. Jepini zgjidhje situatave të ndryshme dhe shoh një lidhje të fortë me familjen, por dhe blerje të ndryshme që do keni. Atëherë kjo ishte për ju përshëndes të gjithëve, mos harroni shtypni butonin like, bëni subscribe në këtë kanal. Përshëndetje gjithë ju të shenjës të Virgjëreshës. Atëherë do shohim si do ndikoj kjo hënë e re edhe në shenjën tuaj. Mos harroni shtypni butonin like, bëni subscribe për të marrë sa më shumë video nga ky kanal. Dhe të gjithë ata që janë të interesuar për lexime private mund të kontaktojnë në adresën e emailit. Dhe shohim energjinë. Dhe ju keni të bëni me energjitë shenjave të ujit, energjitë shenjave të tokës dhe përsëri energjitë shenjave të ujit. Shoh një fillim i ri, është një person që vjen drejt jush, është një rikthim shoh, është rikthehet dhe një person nga e kaluara tek ju. Mund të jetë një njohje e re ose një person që ju rikthehet përsëri tek ju. Në rastin tjetër mund të rikthehen situata dhe çështje nga e kaluara, nga familja juaj, ose mund të kenë lidhje me prindrit tuaj, me fëmijët tuaj, nuk e di, por gjithsesi ju shoh që ju jeni të vendosur, ndoshta për të bërë diçka, por ju shoh sigur keni ngecur, domethënë mendoni seriozisht në lidhje me familjen, ndoshta me fëmijët tuaj, edhe për të mbështetur fëmijët tuaj, ose me një person nga e kaluara, me një person të ri që hyn në jetën tuaj, por ju sigur nuk hidhni hapa para, ju shoh. Keni ngecur, nuk bëni lëvizje, ju shoh. Ndërsa në lidhje me një pjesë tjetër, mund të jetë që ju do jeni dhe shumë emocional gjatë kësaj periudhe, por ndërkohë mund të tregoni dhe nostalgjik në lidhje me fëmijërinë, me prindrit tuaj, me shtëpinë, familjen ku jeni rritur, ose diçka tjetër. Do keni udhëtime, mund të jenë udhëtime të shkurtra ose të gjata, mund të jenë udhëtime te fëmijët tuaj ose fëmijët tuaj të vinë tek ju. Gjithsesi, është një periudhë, nuk e di, ju thash, keni të bëni me energjitë shenjave të ujit, të tokës dhe të ujit. Kjo ishte për ju përshëndes të gjithëve, mos harroni shtypni butonin like, bëni subscribe në këtë kanal.